Kjo që po ndodh sot në Shkup nuk është thjesht protest. Kjo është lodhje shqiptare, lodhje nga politika, nga premtimet, nga fjalët e mëdha. Sepse shqiptari në Maqedoni ka mbi 30 vite që dëgjon të njëjtën fjali. Gjua shqipe është e sigurt. Por tani studentët po pyesin, atëherë, pse prap po dalim në rrugë për të? Para vitit 2001, shqiptari luftonte për universitet. Universiteti Tetovës u mbush me polici. Student u rahën, profesor u arrestuan. Atëherë shqiptarët kërkonin vetëm një gjë, me mësu shqip në vendin e vet. Pas luftës erdhi marrëveshja e Ohrit. Dhe pastaj për më shumë se 20 vite, pushteti shqiptar u kontrollua kryesisht nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe është e vërtet, Shqipja fitoi më shumë hapësirë. Universiteti i Tetovës u legalizua. Ligji për përdorimin e gjuhëve u miratua në 2018. Shqiptarët hynë më shumë në institucione, por dhe pas atyre viteve, shumë probleme mbetën në gjysmake. Sepse shumë shqiptarë sot thonë, BDI e përdori gjuhën më shumë për vota se sa e mbylli si problem. Edhe kjo është arsyeja pse rinia sot nuk ka më durim. Por ajo që po e revolton edhe më shumë popullin shqiptar është çfarë po ndodh tani. Sepse kur u rrëzua BDI-ja nga pushteti, shumë shqiptar menduan se do vinte një politik më e fortë, më kombëtare, më ashpër ndaj padrejtësive. Dhe aty doli Vlen. Me premtime për ndryshim, me premtime se shqiptari nuk do të përkulet më. Por sot, shumë student po thonë, po përkulimi më shumë se kur. Sepse kur shpërtheu çështja e jurisprudencës dhe studentët dolën në protesta për gjuhën shqipe, shumë pristin reagim të madh nga Vlen. Pristin presion politik, dalje të forta publike, përplasje direkte me pushtetin, kërcënim me largim nga qeveria. Por në vend të kësaj, shumë njerëz panë eshtje. Dhe kjo eshtje po i djeg më shumë se vetë problemi. Në Tetov, Gostivar, Çajir e Kumanov, po dëgjon fjalë të rënda. Vlen po na zhgënjen. Dhe kjo po bëhet shumë e rrezikshme politikisht, sepse rinia shqiptare nuk po lidhet më verbërisht me parti. Po she kush po reagon realisht për gjuhën shqipe. Ndërkohë, shumë shqiptar po e shohin qeverinë e Ristian Mickoskit si më të afërt me narrativat nacionaliste maqedonase, dhe pikërisht këtu po goditet më shumë Vlen, sepse shumë qytetar po thonë, në vend që me ndal këtë frym, po normalizohet. Madje në rrjetet sociale po qarkullojnë akuza të forta se Vlen, duke qëndruar në pushtet, pa reagim të ashpër, po jap rrugë rikthimit të frymës pro-serbe dhe nacionaliste në Shkup. Këto janë akuza politike dhe perceptime që po qarkullojnë fort mes protestuesve dhe opinionit publik shqiptar. Dhe ndoshta kjo është pjesa më dramatike, sepse për herë të parë, pas shumë vitesh, rinia shqiptare po duket sikur nuk i beson më askujt. As BDI-s, as Vlenit. Njërës i thonë, patët 20 vite dhe nuk e mbyllët problemin. Tjetrës, erdhët për ndryshim e po heshtni. Sot në Shkup nuk po protestohet vetëm për jurisprudencën, po protestohet kundër një ndjenje shumë të thellë, se shqiptari ende po lodhet duke mbrojtur gjuhën e vet, ndërsa partitë shqiptare lodhen duke mbrojtur pushtetin. Dhe kjo është ajo që po e djeg më shumë rinin, sepse studentët nuk po kërkojnë heroizma, po kërkojnë dikë që kur preket shqipja të mos esht. Kjo është rrëfime të heshtura, aty ku historia tregohet ndryshe.